Deputeti socialist Ardit Bido ka ndarë këtë të marrë disa detaje të panjohura lidhur me deputetin e Lëvizjes Bashkë Redi Muçi. Siç theksohet nga Bido, përmes një postimi në rrjetet sociale, Muçi proteston vetëm për zonat e mbrojtura ku nuk ka përqindje, ndryshe nga rasti i zonës në Butrind. Bido deklaron se familja e Muçit ka aksione në këtë zonë, prandaj nuk di si të reagojë kur sheh hartën nëpër studio televizive. Mëtej deputeti shprehet se Muçi del si protestues i madh për mos ndërtimin në Zvërnezë dhe revolucionar kundër interesave private, ndërsa e akuzon për dy fytyrësi. Redi Muçi proteston aty ku ai s'ka përqindje pronësie në zonat të mbrojtura. Shis si ngec, gëk-mëk, kur i nxjerr hartën e zonës së mbrojtur në Butrind, ku familja e tij ka aksione dhe i kërkoi të di pse s'ka protestuar për ndërtimet aty. Redi Muçi sot del si protestues i madh për mos ndërtimin në Zvërnezë, si mbrojtës i zonave të mbrojtura, si patriot, si zëri i të varfërve dhe si revolucionar kundër interesave private. Por pyetja është shumë e thjeshtë. Pse nuk doli Redi Muçi të protestojë për zonën e mbrojtur të Amaresarit, brenda parkut të Butrindit, që është zonë e mbrojtur e kategorisë 2, ku familja e tij është aksionere, ndërkohë që sot bën revolucion për Zvërnecin, një zonë e mbrojtur e kategorisë 5. Çfarë ndryshoi? Zona, parimi apo përqindja? Si mund të bësh patriotin shqiptar kur je nip i vorje e periotëve të Himarës, i njëjti që sulmon si përmarrjen dhe kapitalin, por nuk ka problem me kapitalin ku lidhet me rrethin e tij, i njëjti që deklaron se nuk është marksist, por më pas flet vazhdimisht në emër të Marksit. Patriotizmi nuk matet me pankarta, mbrojtja e mjedisit nuk matet me protesta selektive dhe integriteti nuk matet me sa fort vërtet për një çështje, por me faktin nëse mban të njëjtin standard në çdo rast. Unë jam pro ndërtimit si në Arameras edhe në Zvërnezë, ai është selektiv në varësi të lekëve oligarke që ka. Kjo është arsyeja pse problemi i Muçit nuk është Zvërneci, problemi është dy fytyrësia, shkruan Bido.